I inauguruar rreth 5 vite më parë, bypassi i Shkodrës, një investim prej 1.5 miliard lek, vlerësohet si një zgjidhje efikase për lehtësimin e trafikut të rënduar brenda qytetit, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Por ky segment duket se ka mbetur jashtë vëmendjes sa i takon mirëmbajtjes. Dëshmi e mos vëmendjes për mirëmbajtjen e bypassit janë kryesisht barrierat për hekuri në të dy anët e rrugës, shumë prej të cilave mungojnë apo janë të dëmtuara nga automjetet që lëvizin me shpejtësi të normave të lejuara. Gjë që tregon edhe për pasigurinë që ka për lëvizjen e këmbësorëve dhe të pedaluesve në korsitë të dedikuara. Gardhi a prish, nuk ka shteti e ravu, po a prish njerëzit pa ndërgjegjshëm, shoferët pa ndërgjegjshëm. Taksiri parimi duhet. Vizatja flas kursive, bicikletave, mos ja investu shumë e madhe edhe për pak, përgjëndofës me lanë. Ma të sigurt në jena i të se për shamullit e shtu kalu, një makinë kalon, një nalet, një tren du me thënë. I thamë në lunana të se mas në nullin në isam. Këtu ja kam su bicikletën, vajzë, se këtu rahi ma shumë, se është si ma të lhashën, e thojmë ne. Bypassi i Shkodrës me gjatësi afro 5 km, i pajisur me korsitë dhe çanta për këmbësor dhe bicikleta, po frekuentohet gjithnjë dhe më shumë nga banorët, sidomos në orët e pasdites, duke bërë edhe më urgjente ndërhyrjen për të garantuar sigurinë e përdoruesve të tij.